temi. Në vitin 1921, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, doli në skenë opera satirike Ljubov trajom apelsinam. Është rusisht. Nuk e di se sa bukur e thash. Sidoqoftë, titulli i përkthyer në shqip ishte Dashuria e tre portokallave dhe ishte e kompozitorit rus Sergei Sergejevich Prokofjev. Është ai që ka bërë edhe veprën Petri dhe Ujku, që kishte lindur në shenjën e Demit më 23 prill 1891. Ishte dhe do të mbetet, pra ishte dhe është, një vepër gjeniale, por pas shfaqjes, gazeta New York Times publikoi këtë koment. Ka disa, por fare pak pasazhe që duket sikur ngjajnë me atë çka deri më sot është konsideruar muzikë. I dashur Dem, pura grua qofsh. Ka shumë mundësi që edhe ti, së shpejti, kur ideja a projekti që do të prezantosh të shkaktoj një reagim të ngjashëm, ndoshta do të bezdisesh, a do të mërzitesh, por për mua do të jetë një shenjë shumë pozitive. Do të jetë shenja që ti ke vendosur të marrësh përsipër një rrezik për të arritur diçka të pazakontë dhe ndoshta një diçka, projekt, a ide, a lidhje që do të jetë vërtet një risi. Guxo.